Rikthehet sot të mërkur kampionati kategorisë së parë në futboll me flamurtarin që luan në Vlorë përballë Pogradecit. Pas takimeve të kombëtares, tashmë gjithçka kthehet në ndeshjet e futbollit shqiptar, teksa për flamurtarin janë dhe 5 finale deri në arritjen e objektivit. Për trajnerin e flamurtarit Andrea Agostinelli, kjo periudhë jetëtore ishte mjaft e vlefshme, ndërsa me Pogradecin pret një ndeshje të vështirë, ashtu si dhe kundërshtari. Sipas tij duhet parë ndeshja e radhës, ndërsa fton publikun të jetë i shumtë në përkrahje të skuadrës. Ci siamo riposati perché avevamo bisogno, poi abbiamo ripreso una preparazione con un piccolo richiamo per queste ultime partite. Periudha e ndërprerjes kampionatit na ka shërbyer mjaft. Kemi patur mundësinë të marrim energji dhe të qetësohemi, sepse ishte e nevojshme dhe tashmë kemi nisur përgatitjet me shumë forcë për atë që na pret në vijim. Me Pogradecin është një kundërshtar i vështirë, që luan mjaft mirë futboll, një takim mjaft impenjativ për ne, por besoj dhe për ta. Është një ndeshje ku na duhet fitoria dhe 3 pikët, por nuk e di çfarë mendon kundërshtari për këtë. Kjo periudhë ndërprerje na shërbeu për të rikuperuar lojtarët, ndërsa tani e dim të gjithë se jemi në periudhën më të rëndësishme të sezonit futbollistik dhe sa më shumë afrohesh drejt fundit dhe objektivit shtohet padyshim dhe ankthi. Unë pres që të mërkurën tifozët jenë të shumtë në numër, ashtu si dhe në ndeshjet e tjera, pasi janë shumë të rëndësishëm për ne. Takimi flamurtari Pogradeci do të luhet të mërkurën në Vlorë prej orës 14, ndërsa është një përballje ku flamurtari padyshim kërkon maksimumin e pikëve.